Horoskopi ditor, 26 maj. Diçka që nuk e kishe planifikuar mund të tregoj drejtimin e radhës. Ka ditë kur njerëzit zgjohen me plane të qarta dhe e mbyllin ditën duke kuptuar se ajo që ndryshoi gjithçka nuk ishte fare në listën e tyre. 26 maj nuk vjen me energji të forta në sipërfaqe, por me lëvizje që mund të bëjnë të shohësh ndryshe njerëz, situata dhe zgjedhje që i kishe marrë si të zakonshme. Disa shenja mund të kuptojnë se po mbajnë diçka që nuk u shërben më. Të tjera mund të marrin një sinjal që i shtyn drejt një rrugë krejt tjetër. Kjo nuk është ditë për të ndjekur zakonin, sepse ajo që nuk e kishe planifikuar mund të bëhet pika që të hap një kapitull të ri. Dashi. Një gjë që e kishe parë si çështje të vogël mund të fillojë të marrë më shumë rëndësi, dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se disa zgjedhje po afrohen më shpejt nga sa mendoje. Një moment i vetëm mund të tregojë se nuk është mungesa e kohës problemi, por mënyra si po e përdor energjinë. Në punë, një zhvillim i papritur mund të detyrojë të ndryshosh prioritetet. Në marrëdhënie, një reagim spontan mund të tregojë diçka që nuk ishte thënë më parë. Mos kërko të kuptosh gjithçka përpara se të veprosh. Është një ditë për të besuar pak më shumë tek ritmi i gjërave. Nëse arrin të mos hezitosh shumë, mund të fitosh qartësi. Demi. Një ritëm që duke i zakonshëm mund të fillojë të ndryshojë dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se disa zhvillime po afrohen pa pasur nevojë për presion. Një moment i vetëm mund të tregojë se një ndryshim i vogël mund të ketë efekt më të madh nga sa duket. Në punë, një situatë mund të japë mundësinë të dalësh nga rutina pa humbur stabilitetin. Në marrëdhënie, një gest i thjeshtë mund të ndryshojë atmosferën më shumë nga sa mendon. Mos u kap fort pas mënyrës si kanë qenë gjërat. Është një ditë për të parë çfarë po lind dhe jo vetëm çfarë po mbaron. Nëse arrin të lëvizësh me qetësi, mund të kuptosh diçka shumë të vlefshme. Binjakët. Një ide që vjen në moment të papritur mund të bëhet shumë më e rëndësishme se sa mendon dhe kjo mund të japë ndjesinë se disa gjëra po lidhen më në fund. Një moment i vetëm mund të tregojë se përgjigjja që kërkoje nuk ishte larg, por ishte fshehur mes shumë mendimeve. Në punë, një komunikim ose një takim mund të hapë një mundësi të re. Në marrëdhënie, një bisedë e zakonshme mund të krijojë një afrim që nuk e prisje. Mos u shpërnda në shumë drejtime. Është një ditë për të zgjedhur atë që të jep më shumë energji. Nëse arrin të fokusohesh tek ajo që po hapet tani, mund të surprizohesh. Daforia. Një ndjesi që e kishe mbajtur në heshtje mund të bëhet më e qartë dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se nuk mund të presësh më që situatat të ndryshojnë vetë. Një moment emocional mund të tregojë se një përgjigje që prisje prej kohësh është shumë më afër. Në punë, një zhvillim i vogël mund të ndryshojë mënyrën si e sheh vazhdimin e javës. Në marrëdhënie, një heshtje ose një reagim mund të ketë më shumë kuptim se zakonisht. Mos kërko të japësh kuptim për çdo emocion menjëherë. Është një ditë për të dëgjuar më shumë veten. Nëse arrin të mos largohesh nga ajo që po ndjen, mund të fitosh qartësi. Luani. Një situatë që e kishe lënë të ecë vetë mund të fillojë të japë sinjale që kërkojnë më shumë vëmendje dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se jo gjithçka zgjidhet vetëm me kohë. Një moment i vetëm mund të tregojë se një zgjedhje e vogël mund të ketë ndikim më të madh nga sa mendon. Në punë, një mundësi mund të vijë në mënyrë jo të zakonshme dhe të kërkojë reagim të shpejtë. Në marrëdhënie, një gest i vogël mund të ndryshojë atmosferën shumë më tepër se fjalët. Mos kërko të mbash gjithçka nën kontroll vetëm sepse nuk e di rezultatin. Është një ditë për të parë më larg se momenti. Nëse arrin të reagosh me qetësi dhe jo me krenari, mund të fitosh më shumë nga sa pret. Virgjëresha. Një situatë që dukej e zakonshme mund të tregojë një anë që nuk e kishe marrë në konsiderat dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se disa përgjigje nuk vijnë gjithmonë nga analiza. Një moment i vetëm mund të tregojë se një hap i vogël mund të jetë më i vlefshëm se shumë plane. Në punë, një detaj që askush nuk e sheh mund të kthehet në avantazhin tënd. Në marrëdhënie, një ndryshim i vogël në komunikim mund të sjellë më shumë qartësi.
Mos kërko të zgjidhësh gjithçka përpara se të fillosh. Është një ditë për të besuar pak më shumë tek procesi. Nëse arrin të mos e mbingarkosh mendjen me skenar, mund të ndjesh më shumë lehtësi. Peshorja. Një ekuilibër që duke i fortë mund të fillojë të kërkojë një drejtim të ri dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se jo çdo qetësi është shenjë stabiliteti. Një moment i vetëm mund të tregojë se disa vendime kanë ardhur në kohën e tyre dhe nuk duhet të shtyhen më. Në punë, një zhvillim mund të japë një perspektivë që nuk e kishe parë më parë. Në marrëdhënie, një reagim i thjeshtë mund të ndryshojë mënyrën si e sheh dikë. Mos u përpiq të ruash balancën duke harruar atë që dëshiron vetë. Është një ditë për të zgjedhur më qartë. Nëse arrin të mos kesh frikë nga lëvizja, mund të ndjesh më shumë qetësi. Akrepi. Një zhvillim që duke i parë rëndësi mund të fillojë të zbulojë një kuptim krejt tjetër dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se disa gjëra nuk janë siç dukeshin. Një moment i vetëm mund të tregojë se një detaj i vogël mund të ndryshojë mënyrën si e sheh vazhdimin. Në punë, një informacion ose një lëvizje e heshtur mund të japë avantazh nëse arrin ta kuptosh në kohë. Në marrëdhënie, një bisedë e zakonshme mund të hapë një drejtim të ri. Mos reago menjëherë vetëm sepse emocionet bëhen më intensive. Është një ditë për të parë më thellë dhe për të mos nxituar përfundime. Nëse arrin të ruash qetësinë, mund të kuptosh shumë më tepër. Shigjetari. Një rrugë që deri tani e kishe parë si diçka për më vonë mund të fillojë të duket shumë më reale dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se disa gjëra nuk kanë nevojë për kohë shtesë, por për vendim. Një moment i vetëm mund të tregojë se nuk është më koha për të qëndruar në pritje. Në punë, një mundësi që dukej e vogël mund të hapë një drejtim që nuk e kishe llogaritur. Në marrëdhënie, një afrim ose një bisedë e thjeshtë mund të ndryshojë krejt mënyrën si e sheh një situatë. Mos kërko të dish çdo hap përpara se të fillosh. Është një ditë për të ecur me besim. Nëse arrin të mos hezitosh shumë, mund të fitosh më shumë energji dhe qartësi. Britsjapi. Një strukturë që e kishe ndërtuar me kujdes mund të fillojë të kërkojë pak më shumë liri dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se jo çdo ndryshim është humbje. Një moment i vetëm mund të tregojë se një drejtim i ri nuk do të thotë të hedhësh poshtë atë që ke ndërtuar. Në punë, një zhvillim mund të detyrojë të shohësh prioritetet ndryshe. Në marrëdhënie, një reagim i qetë mund të japë më shumë qartësi sesa një diskutim i gjatë. Mos e mbaj çdo gjë mbi vete vetëm sepse je mësuar ta bësh. Është një ditë për të parë se çfarë duhet të vazhdoj dhe çfarë duhet të ndryshoj. Nëse arrin të mos rezistosh, mund të ndjesh lehtësinë. Ujori. Një ide që në fillim të duket e pazakontë mund të bëhet arsyeja pse e sheh krejt ndryshe ditën dhe kjo mund të japë ndjesinë se disa gjëra po fillojnë të marrin kuptim. Një moment reflektimi mund të tregojë se nuk të mungon përgjigje, por guximi për ta ndjekur. Në punë, një mënyrë ndryshe e të menduarit mund të japë një avantazh që askush nuk e pret. Në marrëdhënie, një komunikim i papritur mund të krijojë një afrim që nuk e kishe imagjinuar. Mos kërko të futesh në pritshmëritë e të gjithëve. Është një ditë për të besuar më shumë tek mënyra jote. Nëse arrin të mos dyshosh tek vetja, mund të hapësh një drejtim të ri. Peshqit. Një ndjesi që e kishe mbajtur në sfond mund të bëhet shumë më e qartë dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se disa gjëra nuk mund të mbeten më pezull. Një moment i vetëm mund të tregojë se ajo që po kërkoje nuk ishte larg, por thjesht nuk po e dëgjoje. Në punë, një zhvillim mund të ndihmojë të kuptosh se cili është ritmi që duhet ndjekur. Në marrëdhënie, një reagim ose një afrim i vogël mund të zbulojë një emocion që nuk ishte shprehur. Mos kërko logjik në çdo ndjesi që ke. Është një ditë për të dëgjuar më shumë veten dhe për të mos ikur nga ajo që po kupton. Nëse arrin të pranosh atë që ndjen, mund të ndjesh qetësi. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like.
Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe për këtë video shkruaj fjalën rruga nëse mendon se kjo lidhet me ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.